Situata me zjarret në ambientet të hapura mbetet shqetësuese edhe në rajonin e Gostivarit. Një zjarr vijon të jetë aktiv në territorin e komunës, ndërsa bilanci i qendrës për menaxhim me kriza tregon se vetëm deri në orët e para të mëngjesit të sotëm në vend janë regjistruar 31 zjarre. Të dhënat e kësaj qendre të përditësuara deri në orën 7:30 të ditës së sotme tregojnë se 4 zjarre janë ende aktive, 3 janë në kontroll, ndërsa 24 janë shuar. Në mesin e zonave ku zjarri vazhdon të jetë aktiv është edhe Gostivari, ku sipas raportimeve po digjen kryesisht pyje të ulta dhe bimësi e ulët. Përveç Gostivarit, zjarre aktive janë raportuar edhe në zonën e Studeniçanit dhe Zelenikovës, Makedonski Brodit, Çashkës, si dhe në territorin e Strugës në fshatin Frangov. Ndërkohë ekipet në terren kanë arritur të vënë në kontroll 3 vatra zjarri. Ato janë evidentuar në fshatin Tajmish të Kërçovës, në Dellçev, ku zjarri ka përfshirë një deponi me mbeturina, si dhe në territorin e komunës së Bërvenicës. Numri i lartë i zjarreve në ambiente të hapura e mban situatën në vëzhgim të vazhdueshëm të institucioneve. Për rajonin e Gostivarit, vëmendja mbetet varësisht tek përhapja e mundshme e zjarrit në zona me bimësi dhe pyje të ulta, sidomos në kushtet e motit të thatë. Qendra për menaxhim me kriza njofton se po vijon monitorimin e situatës dhe koordinimin e aktiviteteve me ekipet në terren. Nga institucionet kërkohet kujdesi i shtuar nga qytetarët, shmangje e çdo veprimi që mund të shkaktojë përhapje të zjarreve, pasi një vatër e vogël mund të kthehet shpejt në rrezik për sipërfaqe të mëdha pyjore dhe zonat përreth.